Gjatë vizitës së fundit në Kosovë, Herri Bajraktari ishte në xhamin e rindërtuar në fshatin e tij Vranoc, e cila ishte djegur nga forcat serbe më 29 maj të vitit 1998. Rindërtimi i xhamisë nisi në vitin 2004 me iniciativën dhe kontributin e banorëve që jetojnë në fshat dhe të atyre që jetojnë jashtë atë dheut. Hoxha i fshatit, Imam Enver Dervishaj, e mirëpriti Herri Bajraktarin në xhami dhe informoi mbi mbarvajtjen e punimeve. Na jemi shumë mirënjohës, unë si hoxh, xhamati e sidomos njerëzit që frekuentojnë xhamin çdo ditë, jemi shumë falëndërues, mirënjohës për kushtet dhe mundësitë e mira që ne keni dhënë që ne me kryer obligimet që kemi ndaj Zotit. Dhe shumë faleminderit. Mirë se kem gjetë, urime juve, urime xhamatit. Për mua është një kënaqësi e madhe se kena pas mundësi gjithë bashkë për të rindërtuar këtë xhami historike. Në këtë xhami kanë kontribuar jo vetëm fshatarët, por edhe miqtë tonë, por kena me fe katolike, miq që kanë dhëruar holla, kena jahudi që kanë dhëruar holla për këtë xhami të fshatit tonë, për të ruajtur kulturën edhe fen e popullit tonë. Brenda xhamisë, përveç gjuhës arabe, vargjet e Kuranit janë shkruar edhe në shqip dhe anglisht, simboli i identitetit shqiptar, por edhe i lidhjes së popullit shqiptar me botën perëndimore. Pas ka dalë bukur këto. Po, bukur ka. Pas ka dalë me të vërtet fenomenal. Jena përpjek me pas këtë kopollën e xhamisë, ku është shkruar citatet e Kuranit, gjinën në dy gjuhë, edhe shqip, edhe gjinën anglisht. Këtu fillon Zoti, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Atij i përket çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Falem. Ai është i lartë madhëreshti. Do thonë, kjo është pjesa në shqip. Po. Kjo këtu është pjesa në anglisht, ndërsa pjesa aty që është mes atyre degëve të ullinit, do thonë është një pjesë e një citati, kur njerëzit kur dalin prej xhamisë, do thonë nëse nënën e shikojnë, do thonë lexojnë një pjesë citati ku thotë Zoti ynë na i pranon lutjet. Hutja është kjo, po, ndërsa këti i thojnë mihrabi. Mihrabi, ku falet imami, edhe ishte një ide me përshtat kulturës të kombit tonë dhe popullit tonë, ku është krijuar sikur ka qenë kulla tona, dhe hymja në kulla tona, edhe kapushi bardhat janë si kryet kapushi bardh, ku hoxha i drejtohet kiblës, edhe fal namaz. Xhamia e Vranocit nuk është thjesht një objekt fetar, ajo është dëshmi e qëndresës, e bashkimit dhe e ringritjes. Xhamia e fshatit Vranoc është xhamia e parë që është djeg në Kosovë, domethënë më 29 maj 1998, është xhamia e parë, faltoria, kulti i parë që është djeg, mandej janë djeg shkatërruar dhe demoluar mbi 400 xhami, po kjo është e para dhe ne kemi përzgjedhur një citat që nëse më lejoni në shqip me kisha lexu. Kështu është, atyre që janë sulmuar, mandej ne kemi preferuar i hek klapat, për ndryshe, domethënë klapat i japin një kuptim, po nuk janë pjesë e citatit, u lejohet që të mbrohen ish dash me kon klapa. U lejohet sepse është bërë padrejtësi dhe në të vërtet, Zoti, Allahu, është i fuqishëm që t'i ndihmoj ata që janë dëbuar nga vatrat e tyre padrejtësisht, vetëm sepse thanë Zoti ynë është Allahu. Sikur Zoti, Allahu, të mos u kishte dhënë njerëzve mundësinë për të mbrojtur nga njëri tjetri, do të shkatërroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamit, në të cilat përmendet shumë emri i Allahut. Tu kena një fotografi të kullës të xhamisë është ndërtuar, dhe kena xhamin një fotografi ku xhamia është djeg nga forcat serbe. Dekorimet në xhaminë e Vranocit përmbajnë elemente të kulturës shqiptare si dhe shenja të bashkëjetesës ndërfetare. Ideja ka qenë me u vesh në dru, në mënyrë që mi dhon pamjen e xhamisë vjetër. Sikur ka qenë. Po, sikur ka qenë, druni është përzgjedh me kujdes. Dekorimet që janë vendos
Tash në shifet është logoja e 100 vjetorit pavarësisë së Shqipërisë, që nënkupton që është një shqiponi me pak abstraktivitet. Edhe në tavanet e xhamisë më herët që kanë qenë këtu në Kosovë, në viset tona edhe në Shqipëri, disa xhamia ka qenë, edhe në këtë xhami e keni vënë yllin e Davidit. Po, ndriçimi është punu për neve, domethënë shkruan xhamia Vranëc, mund të kupton që është punu në fabrikë tabazhura është punu për neve, tepihat e xhamisë janë punu për neve, ngjyra e qylymave, edhe këtu shara tu në mes është ka qenë ajo edhe këtu një shqipon abstrakti që kanë vendosur për qylyma. Do thotë nonat tona kur i kanë marru, edhe kjo është marru, është prodhuar në fabrikë për neve. Do thonë nuk ka asnjë xhami që ka një tepe kështu, do thonë gjajshëm, natyrisht kretë kjo ka pas një kosto dhe jo dhe gjithë tjerët keni dhënë kontributin për. Po unë jam shumë mirënjohës për njerëzve tonë edhe njerëzve tonë se jetojnë edhe në Amerikë, edhe njerëzit të fshatit kanë kontribuar onemon botës, fshatarë, edhe në fshatë të Vranëc, por edhe miqtë dhe dashamirë të fshatit Vranëcit, edhe në Kosovë, edhe kanë kontribuar edhe prej në Evropë edhe në Amerikë. Xhamia e Vranocit u dogj në luftë, por u rikthye më e fortë fal besimit, solidaritetit dhe kontributit të banorëve të Vranocit, nga ata që vazhdojnë të jetojnë në këtë fshat të Pejës, e deri tek ata që jetojnë jashtë atë dheut në Mërgim. Sot kjo xhami qëndron si një monument i identitetit shqiptar, një qendër që i bashkon njerëzit.